President, tashmë arriturat e Federatës së Futbollit të Kosovës dihen. Kosova do të luajë në play-off kundër Slovakisë më 26 mars në Bratislav. Nëse eventualisht e kalon këtë sfidë, atëherë në stadiumin Fadil Vokri në 31 mars do të luajë me fituesin nga ndeshja Turqi-Rumani. A mendoni që Kosova ka kapacitet që t'i kalojë këto dy sfida me sukses dhe për herë të parë në histori të kualifikohet në kampionatin botror? Tani është e vërtet që një vit vjen kunorizimi, por është bërë shumë punë vite më parë, jo vetëm nga unë, nga ky komitet ekzekutiv, por sigurisht që nga fillimi i organizimit të Federatës Futbollit me njohje në UEFA dhe FIFA, ka qenë një trend tjetër, por viteve të fundit është e vërtet që ne kemi kriju një standard tjetër, duke u bazuar në një strategji të cilën ne kemi bërë bashkërisht me UEFA-n, po ashtu edhe me FIFA-n pjesën tjetër, po gjithsesi strategjia e Federatës Futbollit është bë realisht duke u bazuar në forcat edhe në formatin e Kosovës. Pra, kjo ka rezultuar që në këtë strategji janë kyç shumë mirë edhe futbollistat të cilët kanë ardhur, që nga fillimi, realisht edhe shtabi teknik, të cilë ka përqafu këtë strategji dhe i ka pru edhe pjesë të ti idetë e veta të cilat i kemi inkorporu saj për këtë kombëtarës. E thatë vetë që rangimi është masa dhe matja me e mirë për një federat, e as ma shumë kur është një federat vetëm në vite të quajtura për federatat ndërkombëtare për UEFA-n dhe FIFA-n, Kosova njihet prej 9 vitesh, dhe normalisht ne e kemi një histori dhe një traditë të futbollit të këtë tjetër, por e cila ka qenë një shtet tjetër në atë kohë, dhe neve na dedikohet vetëm kjo pjesa kur jemi të pranuar, nga ajo pjesë të arritësh në këtë vend, në vendin e 80 dhe në vend ku jemi në UEFA, po ashtu edhe liga jonë ku është e rangume, nuk është rastësisht dhe më vjen tepër mirë që FIFA e ka quajtur histori suksesi, po ashtu edhe UEFA dhe liga jonë është liga më e vlerësuar dhe më e ranguar në, mund të them, në pjesën tonë të regionit, në këtë pjesën tonë të regionit përbashkët, me shtetet fqi, dhe sigurisht që Kosova e ka bë play-offin, është kualifikuar për play-off. Sa i përket dedikimit, unë mund të them që dedikimin suksesin ja dedikoj krejt ekipit kombëtar, mëse shumë të atyne që kanë kontributin më të madhen, që janë më shumë vite në antarë të federatës dhe lojtarë të kombëtarës tonë, për vetë faktin që ata kur kanë filluar, i kanë pas do kushte krejt tjera, por tani, me formatin tonë dhe me strategjinë e re, se cila pjesë e ka bë punën e vetë perfekte që rezultoi me një rezultat. Pra, fillimisht organizimi, që e bën ekipet stafi i Federatës së Futbollit dhe nasi federat. Pastaj, është shtabi teknik, i cili e ka përqafu projektin tonë dhe strategjin tonë, dhe normalisht edhe pjesën e tij e ka bë perfekte, shtabi dhe dihet tashmë rezultatet. Por, futbollistët, të cilët e kanë barën kryesore, këtu kemi edhe futbollistën ende, e cili luan në kombëtare që e ka dhënë gollin e parë, ju kujtohet me Finlandën, Valon Berisha ka qenë golli i parë i kombëtarës së Kosovës, zyrtare në ndeshje zyrtare, ende është këtu, e duke përfshi edhe të gjithë të tjerët që kanë bajt barën kryesore, Halitin, Rahmanin, Amirin e kom fjalën, Vedat Muriqin, Arber Zëneli, kontributin e tij, Celina dhe po ashtu edhe të tjerët të cilët janë në bashkarisht me ta, e as më shumë edhe futbollistët e ri, të cilët kanë ardhur, po i quaj kushtimisht ri, po të cilët ju kanë bashkuar që janë kyçur shumë mirë dhe është bërë një ekip tepër homogjene dhe një atmosferë fantastike. Këtu, domethënë, është ajo pjesa jonë, forca jonë, sepse futbollistët të cilët kanë qenë aty, i kanë prit jashtëzakonisht mirë të gjithë ta futbollistët e tjerë që kanë ardhur dhe tashmë kuptohet që në Federatën e Futbollit është një atmosferë dhe një mentalitet i fituesit, një ekip e cila nuk e ka forcën në vete, vetëm kur ne jemi komplet, ato e dojmë,
kur s'kemi ndonjë lëndim, kur jemi komplet të gjithë, kur s'kemi ndonjë karton, përndryshe është një ekip që nuk e ka nevojën ta ketë frikën nga askush. Po ashtu me kom në tokë duhet të jemi, sepse duhet ta dimë që 2 ndeshjet e ardhshme nuk i kemi ndeshjet e lehta, dhe secili ekip që ka ardhur në këtë stad, po ashtu e ka dëshirën edhe mundësinë që të kualifikohet. Dhe i bën kërkesat dhe i bën paraprgatitjet sigurisht sikur ne. Unë uroj që atë ditë që e kemi në Slovaki ndeshjen, që të jemi komplet. Faza përgatitore tash dihet e janarit e futbollistëve është më e vështira dhe më e rëna, që mos të ka ndonjë lëndim në këtë fazë. Dhe sigurisht, po të jemi komplet, nuk është puna që do të frigohemi apo nuk do të themi që jemi sigurt që e fitojmë, por do të bëjmë më të mirën të mundshme dhe është një ekip e cila realisht mund të bën çuditëra dhe mund të bën çdo rezultat çdo kund. Uroj që ta kemi edhe fatin atë ditë me veti dhe të na ndihmon Zoti që ta kalojmë atë pengesë dhe pastaj ndeshja e fundit në Prishtinë do të jetë një spektakël që këto mund me garantu dhe e di sepse e bojnë Dardan të bën gjithë populli, sepse është një ngjarje më e mirë e mundshme është që ndeshja e fundit para shkurjes në Amerikë të luhet në Prishtinë dhe çarshia mbitorët është normalisht kvalifikimi jonë dhe shkurja jonë në Kupën Botërore, e sidomos ndeshja me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që të luajmë Kosova dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mendoj që shikueshmëria dhe gjithçka do të jetë në mënyrën më të mirë të mundshme, fantastike dhe realisht kjo do të ishte edhe një satisfakcion edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si një shteti që i ka ndihmuar dhe e ka kriju, normalisht na ka ndihmuar më bë shtet dhe po na ndihmon ende. Por gjithsesi edhe për neve do të ishte një falënderim i Amerikës që ja keni pas të drejtën të cilën e keni bë për neve, punën që e keni bë për neve, që na keni ndihmuar neve sepse jemi një popull i cili inovator dhe ja për kaq vite ku kemi ardhur, domethënë kemi ardhur në pozicion të Kupës Botërore dhe jo vetëm me futboll, por shqiptarët të shquhen në për të gjitha pjesë, po në këtë rast për futboll po flasim dhe dëshira e ime, po sigurisht edhe juve është gjithsesi që të jemi në Kupën Botërore, gjithë dedikimi shkon në komplet stafit ekipës së kombëtare së Kosovës A, në krye me shefin e shtabit Franco Foda, i cili tashmë edhe pse nga jetë Shoshulli, si selektori i parë pas mëvecimit apo kur kemi formu, në momentin kur kemi formu në kombëtare e Kosovës, dhe deri te Franco Foda, të gjithë ata të cilët kanë punuar për këtë kombëtare, i falenderoj dhe sigurisht që secili e ka një pjesë të vetën të suksesit. President, në Kennedy Center në Washington e kemi pa flamurin e Kosovës dhe mbi shkrimin Kosova në shart. Duke marrë parasysh që të kemi përcjell qysh prej viteve të 90-ta, do të kontributi juaj kur ka filluar që me mëvecimin e futbollit e deri sot. Na tregot lutem shumë sinqerisht. Në ato momente, çfarë ke ndjej kur e ke pa mbi shkrimin Kosovë? Në të drejtën, aty e kom pa veten, të kujtohet si kur diplomon në fakultet, pas një punë të gjatë dhe kur shkon në diplom, në ceremoninë e diplomës, dhe shkon si pas klasës dhe si pas profesionet e orientimit, ashtu më duke vetja dhe e të si një njeri, do më thoni, cili e konkretizova më duke vetja që tani me shkumin atje, sepse për një moment e pash vetën që jemi atje, dhe realisht më duke vetja sikur veç sa diplomova në këtë punë, sepse thjesht satisfakcion dhe ëndër imi është, edhe dëshire imi është, për shembull, asnjë gjë tjetër nuk e du përveç që në kohën e Agim Ademit më bë kjo, dhe sigurisht që me shku Kosova në Kupën Botërore, që do të ishte gjëja më e mirë dhe më e bukur e futbollit, po ashtu edhe në Evropianën e ardhshëm. Ka qenë një sinkron shumë i bukur, do të thotë mënyra se si përgjithësi Foda, do të thotë e ka menaxhu kohën kur ka pas lëndimi Kosova, i përmendet ato zëvendësimet apo ardhjet e reja që janë komponuar mjaft mirë me ekipin. Do të thotë, a e keni menduar president që sepse e keni marrë një risk shumë të madh, momentin kur e keni emëruar Fodan dhe kur janë bërë këto ndryshime.
por gjitha kanë kalu si një harmoni e jashtëzakonshme. Realisht është këtu edhe fati. Por gjithsesi... Fatin e përcjell edhe trimi. Po, trimat i përcjell fati. Mirë po, faktikisht në këtë rast, na kemi punu me një strategji tonën, çka na dëshirojmë dhe çka na qysh dojmë me jetë. Ja kemi ofru Fodës dhe Foda e ka përqafu këtë lloj strategjie që kemi pas na, duke pas parasysh normalisht edhe kërkesat e tina të cilat i kemi inkorporu aty ku është dasht. Puna e ardhjes, unë këto më shumë ja losi kontribut njerëzve tanë që janë nëpër vendet e ndryshme të botës, krejt ku ka shqiptar, të caktuar për detyrën e tyne, po edhe trajnerëve dhe njerëzve këtu që janë, sepse kemi futbollista, më gëzo fakti që kemi futbollista nga liga jonë, po gjithsesi unë diasporën e konsideroj një aset i rëndësishëm i Federatës Futbollit, apo një ndërma të rëndësishëm për vetë faktin që këta njerëz i kanë lind fëmijët atje dhe i kanë rrit me idenë patriotike dhe jo kanë fut Kosovën në kokë, sepse ne jemi nga Kosova, do të me punu nga Kosova. Kjo është një ngjarje që nuk ndodh në botë, te asnjë popull. Sepse normalisht shumica e futbollistëve që luajnë te na, vendlinjen e kanë për shembull prej shtetit ka vjen. Nuk e ka vendlinjen e Kosovën, por sigurisht që e ka prej ardhe nga Kosova dhe prindët e tyre e kanë vendlinjen këtu dhe dojnë me çdo diasporë, si diaspora jonë që është më. Çdo moment don me ndihmu Kosovës dhe në çdo periudhë kanë ndihmu Kosovës. Kur ka qenë nevoja e mjeteve financiare, kur ka qenë nevoja e luftës me vetë flijimin e tyre në luftë, kur është nevoja e pacës tash e sportit me fëmijët e tyre në sport. Nuk ka sen më i bukur kur ki domethënë një potencial të tillë dhe kur ai vjen i lindur në Zvicër dhe thot për shembull ose në komunist slogan më të bukur ka kohë se të Albian Hajdarit, e cilës ndoshta Kosova është e vogël, por për mua gjithë bota. President, do të dalim pak te futbolli i Kosovës, po ashtu edhe tek infrastruktura, sepse dihet që është një thembër e akilit në Kosovë, përkundër që ka nisë të ndërtohet diçka të renovohet. Megjithatë, një përmbledhje juaj se përket ligës, futbollit të Kosovës edhe infrastrukturës, ajo që domosdo është shumë e rëndësishme. Është e vërtetë që ende nuk e kemi infrastrukturën e dëshiruar. Përkundër që çdo 45 ditë edhe vitin 2025 çdo 45 ditë është boka në fushë futbolli. Kemi shku sipas programit ton, e kemi realizuar. Normalisht e kemi realizuar dhe FIFA Arena i keni pa fushat të cilat janë donacion 100% nga FIFA, bile edhe njerëz të cilët e montojnë i kanë pru FIFA të gjithë. Ai mundson ligën e shkollave dhe futbollin spontan që e kemi ne në program, ose siç e kemi thujt popullor se futbolli i rrugës. Klubet pothuajse gati nuk ka klub që nuk e ka një stadion ose një fushë stërvitore të tillë, të flasim për fushat artificiale, edhe disa që i kemi bërë edhe natyrale. Po gjithsesi ende nuk është ajo infrastruktura mjaftueshme për t'ia dhënë hakun ligës me rezultatet që i ka dhe me nivelin që i ka arrit tash, domethënë nuk e ka nivelin infrastruktural. Realisht, i vetmi segment që ka mujt me na ik, mos me kon një hap para federata me këtë punë, është liga. Sepse liga është paranesh, domethënë ka kriju as rezultate dhe ka kriju as organizim, tu e falenderu dhe tu ja vdit gjithmonë presidentave të klubeve, investitorëve që janë vetë ata dhe donatorëve të cilët janë nëpër klube, që kanë arrit me pru këto, po gjithsesi çështja e stabilizimit ekonomik ka kriju edhe në nivel tjetër, edhe në rezultat dhe në profesionalizëm. Pra, ndihma e federatës patjetër është aty, domethënë gjithmonë është prapë ekzistojmë të jemi me klubet aty, domethënë si pjesa qendrore e organizimit, po edhe të ndihmave, sepse ne ju e dini Federata e Futbollit për liga pagun policinë për siguri, pagun sigurinë shëndetësore, pagun ose siguron edhe pjesë tjera, domethënë jo vetëm të kësaj natyre, por të natyrës organizative.
refert, delegat, të gjitha organet e një ndeshje, klubi nuk është i obliguar të shpenzojnë atë pjesë, por të shpenzojnë në pjesën e tyre profesionale ku mund ta bëjnë një shtab të përgjithshëm të kompletuar, si kërkohet, një organizim administrativ më të mirë për të qenë, domethënë, tamam një organizat si duhet, edhe infrastruktura sigurisht do të vjen në qeloj më shumëti në tribuna, të cilat normalisht në për çdo vend botës bëhen nga shteti, por edhe federata tash tutje kanë ndihmuar, por edhe tash tutje do të ndihmojë edhe në atë pjesë, sepse shohim që ne kemi qelë një linjë, domethënë me komitetin e hetrikut, me komisionin hetrik, edhe për pjesën e dritave tash do të mundohemi ta kthejmë ligën në vitin e ardhshëm, do të fillojmë ta kthejmë ligën tonë në mbrëmje, që të pajisim secilin stadion i cili ka mundësitë, fillimisht ata të cilët janë më afër dhe ata të cilët janë me barë natyral, ku do të zhvillohen ndeshjet, do t'i bëjmë me drita dhe do ta kthejmë ligën tonë në mbrëmje siç e ka gjithë Evropa. Më pastaj do t'ikim edhe ka pjesa e shikuesve pak, me u kriju pak kushte shikuesve, karrika, tribuna dhe zonat e tjera, kështu që këtë arsye, domethënë kjo është arsyeja pse ndoshta edhe nuk ka shumë shikues, edhe tu e ditë Kosovën edhe në për gjithë vendet e botës, por Kosova për shkakun sidomos situata e verës kur është dhe kërkesa e nevoja e madhe që ndoshta dy ekipe me lujt mbrana javës në një stadion, ne obligohemi që t'i bëjmë ndeshjet tona në mesditë, në ora 9, në ora 13, në ora 15, që është domethënë verës është shumë kohë e nxehtë, po je i obliguar gjithsesi. Kështu që besoj që tash tutje vitin e ardhshëm do të ketë ndryshime në ligë dhe do të ketë ndryshime organizative. Unë uroj që edhe stadionet të cilat i kanë nisë ministria, që kemi diskutuar dhe e dim të cilët kanë filluar, uroj që të përfundojnë dhe do t'ju rrim gati që të përfundojnë në kohën e duhur dhe nëse kryhen në kohën kur janë të parapara, besoj që mbrana 2 viteve, kështu që vitin mund të them lirisht vitin 29 ose vitin 30 max, Kosova do të përfundoj pjesën infrastrukturore sa i përket futbollit me stadione, do të ketë 4-5 stadione të kategorisë 4 dhe sigurisht që do ta bëjmë sepse kemi edhe 3 kampe tashmë, kampin e Kekut, kampin e Ajvalisë dhe kampin e Pusavicit, do të është në përgatitje sipër të punimeve në Batllov, kampi i Battlovës, do të kenë edhe 4 kampe të cilat janë të parapara për ekipet nacionale, edhe për klubet tona të cilat dalin në Europë më përgatit, dhe gjithsesi përveç kësaj do t'i kemi edhe disa fusha tjera, do të vazhdojmë me fusha tjera që mos të ngel asnjë shkollë dhe asnjë organizatë e futbollit, pikërisht po e realizojmë sloganin tonë ose premtimin tonë që aty ku bëhet një klub ose 50 fëmijë, Federata e Futbollit në bashkëpunim me komuna, me ministrinë apo kushdo partner tjetër, sigurisht që do të bëjmë edhe fushën për ta. Pra, me përmbledh, unë mendoj që për ka realizimi i kemi realizu gjitha gjonat të cilat i kemi thonë edhe i kemi premtuar për këto, për këtë mandat dhe për këtë vit, po sigurisht që ka nevojë edhe më shumë sepse futbolli po zhvillohet jashtëzakonisht shumë. Mu më gëzon fakti që ne krahas infrastrukturës, sepse ne jemi në shumë segmente, në shumë drejtime. Kur ki shumë drejtime, normalisht e ki pak ma vështirë, por edhe duhet të ngutësh, sepse jemi edhe pak largë Evropës ande. Nga ngutia gjithmonë mund ta bëjnë ndonjë hap të gabuar, por deri që tash nuk kemi gabuar dhe kemi ecë ashtu siç e kemi para po. Dhe mendoj që shumë shpejt na po bëjmë edhe edukime, shumë shpejt tash vitin 2026, sepse mo është vendosur ajo do të jetë licenca UEFA Pro, e cila është niveli më i lartë i licenciuar i trajnerëve. Kështu që duke pas parasysh sa trajner i kemi bërë deri tash, sa refer i kemi bërë deri tash, sa njerëz i kemi në UEFA, në FIFA, tashmë në për komisionin, në për komitetin, në për gjona tjera, Federata e Futbollit për 9 vjet, është me plot të drejtë historia e suksesit që e quhen vet FIFA. President, ka vite që ju i intervistoj në fund vit, po natyrisht që jemi shumë afër njëri tjetër sepse jemi gjithmonë pranë si Radio Kosovë, si medium publik, si servis publik, pranë futbollit, pranë kontarës edhe gjitha grup moshave të tjera. Por asnjëherë nuk flet në vetën e parë shumë interesant. Në kësaj radhe
ku vendos që të marrë një opinion tuajit, sepse gjithë ky sukses ja atribon atyre njerëzve të cilët i ki për atë, por asnjëherë vetës. Ndoshta do ta thyej më të modestin tënde kësaj radhe, president. Ti përveç mediumit që jemi afër, po e haron një fakt shumë të rëndësishëm për ty, po dhe për neve. Që ti ke pas babën antar të Federatës Futboll dhe është pensionu për Federatës Futboll. Dhe me thonë një rrit me futboll. Kështu që ajo të bën ashtë ajo vetëm më të afërt, po me neve po më të dashur me futbollin për faktin që nga fëminia e mësu me futboll, sepse baba ju i ka qenë mentor i jashtëzakonshëm në Federatën e Futbollit, një administrator mund të them perfekt i kohës së tij dhe i gjitha kohëra sa ka punuar aty. Kështu që është me patjetër pa ju dediku suksesin atyne, secilit. Sepse të punosh në kushtet çfarë kemi punu me Federatë Futbollit në për periudha të ndryshme, nuk ka qenë lehtë. Nuk ka qenë lehtë. As ka ona financiare, e as ka ona organizative. Lloj-lloj gjërash, lloj-lloj presionesh, lloj-lloj nga ish pushtetet e gjitha tjerat. Pra, unë e kom pas fatin të jem që nga fillimi, në vetësimit. Edhe i kom kalu gjitha fazat. Ju e dini shumë mirë që nga futbollisti kom dalë presidenti i klubit, nga presidenti i klubit kom marrë federat, dhe federati kom kalu pothuajse të gjitha postet një nga një. Deri kom marrë në kryet e federatës. Realisht nuk ka ma kënaqësi se ta kesh për shembull ti një federat futbollit me dikun rreth 70 veta të administratës qendrore, të cilët sektorët e ndryshme, të cilët pothuajse shumica prej tyre janë të specializuar në pavarësisht profesionit e tyre në akademinë e UEFA-s për punën që e bën në Federatë Futbollit. Këtu jam shumë i lumtur që kanë arritur këtë punë dhe e bojnë punën e vet në mënyrën më të mirë të mundshme. Pastaj kemi komisionet që vjen në sasia ose numerikisht bëhemi 135 vet në Federatë Futbollit, që punojnë për shembull çdo herë për një ndeshje. Pastaj nëse shohim në gjithë kompletësinë e një federate të futbollit, nga Federata e Futbollit përfitojnë 1379 veta e botë. Materialisht, të cilët organizohen për ndeshjet e Federatës Futbollit. Domethënë për me qitë futbollistët në fush është një numër jashtëzakonisht i madh, që ja u thash paraprakisht, të punësuar që materialisht të përfitojnë nga Federata e Futbollit dhe nga futbolli, dhe gjithsesi e kemi një antarësi fantastike, që dikun jemi rreth 39.700 jemi botash antar të Federatës së Futbollit, pa e përfshi dhe diasporën, që nëse e përfshim dhe diasporën dikun jemi me 8.700 veta, më jemi dikun 47.000 veta antar të Federatës Futbollit, të cilët mirën permanent në futbollin e Kosovës, mirën me talentet tonë, njerëz tonë për shembull që janë nëpër shtetet e Evropës, mrena për mrena Kosovës dhe kështu me radhë. Domethënë është një organizat që nuk mundesh me atribu suksesin veti. Çfarë është Agim Ademi në Federatë Futbollit? Agim Ademi është në Federatë Futbollit vetëm një, muj me këtë pa modesti, muj me ja thonë vetës, një menaxher i mirë, që realisht i jep mundësi, i jep pavarësi dhe i jep mbështetje secilit njeri që është në një sektor këtu dhe që punon në sektorin. Pra, dëshira ime është që ato që thash satisfaksioni jam është me thonë që në kohën Agim Ademit është bo kjo, tani obligim dhe detyra ime, i kom thonë detyrë veti, që Agim Ademi e ka për detyrë kësaj federate mjalon edhe një resurs njerëzor, kaq të madh dhe të kvalifikuar, që Federata e Futbollit asnjëherë mos me pas problem dhe mos më varë nga një njeri, nga një president, nga një sekretar, nga një siç po bëhet, domethënë kjo metoda ose testi më i mirë
është bote na në aspektin e kombëtarës, që thatë dhe kombëtarëve tjera. Sepse është kriju një konkurencë shnosh, me një vetmin qëllim dhe me një vetmin relacion pikën ku dhe që na duhet, ku keme shku me këtë pjesë për shembull. Kombëtarja shkon në kvalifikime. Ajo është synimi i saj dhe kvalifikimi është pika qendrore e saj. Administrata e ka të tillë pikën ku ka me shku në organizim. Pra, nëse shohim kështu, ne kemi caktu pikat dhe normalisht që ata të cilët janë të gatshëm dhe janë të përgatitur për këtë punë mundin me shku deri te pika. Dhe më vjen nëse dikush nuk mundet me shku tek pika, sepse faktikisht tani në Federatë Futbollit, ju e dini se kemi digitalizuar Federatën e Futbollit. Ka shumë njerëz që tani dikush mosha, dikush përgatitja e tyre që nuk mund të kyçet në programet tani digjitale të cilat janë. Gjithsesi do t'ju bëjmë vend të rive, këto e kemi gjithmonë, sepse është një lesë dhe është një rregull që ka dhe pensionime, por ekspert gjithmonë kanë vend derisa të janë gjallë, çdo ekspert, kështu e lejon edhe UEFA FIFA, nëse është ekspert i fushës të veçantë, e ka drejten realisht edhe mas pensionit të jetë i angazhuar me kontrata të ndryshme, me marrëveshje të ndryshme, atëherë kur i duhet Federatës Futbollit ose futbollit në përgjithësi. Pra, nëse ne shohim edhe ka ona ekonomike, edhe ka ona komerciale, edhe ka ona shtetënore, edhe ka ona morale, për shembull një federatë e futbollit ose një ndeshje të futbollit që ka rëndësinë vet publike, sigurisht që na do të mundohemi me bë më të mirën dhe sigurisht që mundohemi me specializuar njerëz në formë më të mirë të mundshme, sepse ne jemi njerëz të votës dhe normalisht që gjithmonë e kemi parasysh e dim që sot votojmë dhe nesër mund mos votojmë, por Federata e Futbollit duhet me pas të specializuar bazën, të organizuar bazën. Baza e Federatës Futbollit janë klubet. Klubet duhet me qenë të forta sepse janë shtyllat e Federatës së Futbollit. Kuvendi dhe i Federatës Futbollit bëhet nga njerëz të klubeve, që është shumë e drejtë, sepse ata e kanë kontributin më të madh. Ne jemi servisi tyne dhe duhet një veten edhe unë si kryetari i federatës jam shërbëtor i futbollit, po ashtu edhe i klubeve. Derisa secili njeri këtu ka çfarë më dhon dhe jep në mënyrën më të drejtë dhe më të dashur, me dash punën, me dash vendin, ka vend Federatën e Futbollit. Ai i cili nuk e ka me këtë pjesë të dashnisë, është e vështirë me qëndru në Federatën e Futbollit, për shkak se ka lodhje, ka adrenalin, ka kënaqësi, po ka edhe mundim. Më thonë, Federata e Futbollit nuk ka orar, nuk ka vikend, nuk ka mbyllje telefona. Prandaj është specifike sepse unë mendoj që në këtë botë Zoti i sjell lidert, njerëz, vetë këtu. Për shembull, një sportist, një artist, një këngëtar, ti mbledh 50.000 vet, në ndeshje futbolli bën 50.000 vet. Këta janë të dalur në këtë tokë për me mujt me dhonë një mesazh, për me mujt me dhonë një kënaqësi të popullatës të gjithëmbashme, siç është i dedikuar profesioni i arsimtarit me mësu shkrim lexim në fëmijë në njeri, siç është i dedikuar mjeku me shpëtu jetën dikujt dhe me bë mrekullira. Një jetë përditshme është një mozaik i cili duhet më përmbush nga secila pjesë për të qenë një njeri i aftë edhe i gjithanshëm në jetën e tij dhe në veprimin e tij. Jeni 24/7 në zyrat e federatës dhe me futbollin. Por asnjëherë, shumë rrallë ose asnjëherë, nuk ju kam dëgjuar që flisni për familjen. Për gjën më të shtrejtë që gjithë e kemi, sepse thash që jeni një lokomotiv për futbollin dhe rreth futbollit. Familja. Ajo kanë marrë noti hala, a qysh është puna, sepse kam përshtypjen që shumë pak e përmend, edhe ndoshta shumë pak i jep rëndësi. Familjes i kam hak mas shumë. Askujt si kam hak, sa i kam familjes. Pse e thëm këto? Sepse ja kam marrë edhe kohën e tyne. Thjesht e thatë shumë mirë.
Tani mu futbolin nga pasioni, mu ka bën varësi. Dhe kur të bëhet në varësi, gjithë shka e sheh vetëm me futbolin. Unë gjithë shka e shoh vetëm me futbolin. Më thonë, nuk janë vikendet, nuk janë pushimet, me gruan time që 100.000 herë këm kërku falë dhe falenderoj shumë që më kupton. Dhe me djalin tim dhe me familjen time, me vllazninë, me të gjithë, për shembull, ka ahengje që nuk jam unë këtu. Ka ndodhur edhe vdekje që më ka rastis koha, ku më ditë ku, dhe tash në formën tonë që është të pëshamë për 3 ditë, e ka dhe të pamën, nuk ki shans me ka nësë varrim, e ndoshta as të pamë. Thu që shpesher thu edhe ti dhe thamë edhe në vete sa është kjo në rregull. Nuk e shon në rregull, po s'u nali vetë, në këtë drejtim. Sepse e shon nevojën shumë të madhe dhe e shoh gjithë këtë numër, i cili të përkra, i cili të beson, i cili të vlerëson. E ku mos me bo këtë punë për shembull kur ka një gjithë ky njeri që ti bën këto gjëra, domethënë të ka vendos, sepse këtu kemi ardhur me dëshirë, kemi konkurruar me ardhmë. E prandaj deri në çat moment që unë muj me dhonë gjithçka për futbollin jam këtu. Nëse dojnë që ta votust që janë poshtë që thash klubet e sana. Por ndryshe, çat moment që nuk kam ça me dhonë ose e përfundoj pjesën tem e kontributit në futboll, normalisht kom ja dhonë një ekip jashtëzakonisht mirë futbollit që ka me ecë edhe më mirë se unë. Pra sa i përket familjes, më kanë kuptu dhe më vjen keq për tyne që kanë një shumë të pavërteta, sidomos nëpër media për lloj-lloj njerëzve, të cilët asnjëherë, sikur mos më njoft Agimademin ose mos më dosh më njoft, as ma din kontributin, se tham asnjëherë, as ma din profesionin, as ma din shkollimin sa ka. As ma din gjendjen që kam, sociale, emocionale, ekonomike, cilën do. Për 100 euro klikime, ose për 200-300 euro me ditje, ose pagë, dele dhe thot 100.000 fjallë që nuk janë të vërteta. Gjithmonë jam më kritiku sa herë ti dush me fakte. Sa herë ti dush. Këto janë pak trona për familjen. Sepse kur e din për shembull, dhe nuk jam unë sot që kom marrë se është një botë, një Prishtinë din çto dhe një Kosovë din kontributet e mia. Qysh edhe politike, shtetënore, edhe ekonomike, edhe të gjitha. Nuk du me i fol, nuk i foli asnjëherë, po sigurisht që secili që don me po e din se ka raste, ka shkrime, ka sene, ka gjithçka. Pra këto janë pjesë të cilat ndoshta familjes ja kom shtu edhe një barë, sepse njihet keq, çdo njeri veç budalla nuk njihet keq kur dikush me drejt ose pa drejt ta thot një pa vërtet. E sidomos familja. Po gjithsesi jam tip që koxha vështirë është më mnal. Po tregoj drejt. A di pse është koxha vështirë? Më mnal. Sepse jam i drejtë, e kam pasën me vete. Për shembull, kur e ki pasën me vete, gjen edhe qetësinë dhe sigurinë. Gjitha ato gjona që kanë ndodhur rreth policisë, rreth marrjes, rreth shkrimeve, sane, krejt kolegëve dhe gjithë i kam thonë asnjë sa nuk ka. S'u bojnë kur gjë. Pse? Jo që s'u bën shteti, se të bën kur don. Jo që jam kundër shtetit, asnjëherë. Gjithmonë me respekt. Veçantë për qeverinë, për secilin njeri që bën për këtë shtet se çeni që është. Po për faktin që s'u bën kur gjë. Më që s'kam vepër, s'ka pas vepër dhe s'ka. Kështu që gjitha këto qëndrojnë, gjitha këto kanë ndodhur, por gjithsesi na kemi ecë përpara, kemi qëndru dhe kemi ardhur deri këtu ku jemi. Një ditë, kjo nuk është e imja, nuk është pronë e imja, nuk është jeta ime ekonomike këtu. Nuk janë përfitimet e mia, por është krenaria jam dhe është satisfaksioni jam, është që e kom bo një punë me të cilën thjesht për ju të regoj drejt, edhe po e thëmë këtu që se kom thonë asë njëherë, thatë për ja u të ribën gjithë për ja u të riboj, po jam shumë krenar. Edhe pikrisht, krenarin e kom këgja shumë, edhe mas shumë ti, që kom arrit me unifiku gjithë ta njerëz dhe gjithë ta antarë. Radio Kosova, të falenderoj, me që jemi në fund vit, dhe për gëzimet më të mira për juve,
familjen dhe gjithë komunitetin e futbollit. Ka qenë një servis, një pioniere dhe në vazhdimsi i ka përcjell aktivitetet sportive në veçanti për futbollin, sepse e tha që jemi të lidhur me futbollin dhe e kemi përcjell që nga fillimi e po shpresojmë deri në fund. Ju falenderoj shumë për përkrahjen që i keni dhënë mediumit ton, duke marrë parasysh që pas shumë kërkesave që kemi pas, vetmi qëllim që t'jemi krah futbollit, sportit edhe krejt këtij kurorëzimi suksesit që do ta ndajmë sigurisht me komunitetin e futbollit dhe me Federatën e Futbollit të Kosovës. Sigurisht falënderim do të më bëni juve, se vërtet e keni përcjell çdo kohë, në çdo kohë, edhe jo vetëm ekipin A. Po unë ju falenderoj edhe për pjesën e talentëve, për pjesën e ekipeve zinxhir, për pjesën e federatës dhe ligës, të cilën e transmetoni, të cilën e përcjellni, dhe sigurisht është jashtëzakonisht e mirë kur një talent mund ta përcjellësh. Dhe në këtë rast unë ju dëshiroj gjitha të mirat, ju uroj edhe vitin e ri, edhe gjitha festat e fundvitit, dhe sigurisht që vitin e ardhshëm shpresoj dhe besoj që do të jemi shumë të kënaqur dhe do të jemi në një muaj të jashtëzakonshëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Meksiko dhe në Kanada. Në këtë rast shfrytëzoj rastin që të gjithë komunitetit e futbollit, dardanëve dhe të gjithë futbolldarëve dhe popullit e Kosovës, kudo që janë këtu dhe në diasporë, ju uroj festat e fundvitit dhe vitin e ri. Gëzuar. Faleminderit shumë.